Në përgjykata, kom dëgju, që edhe pse e kanë dënu përjetësisht, e ka pas raste të shumta që i kanë vra femnat, edhe dalin për sërim në rigjykim. Kjo është e gabuar. Shumë e gabuar që ka bojnë gjykatat, prokuroria. Duhet ato të dënimin deri në fund e jo marrin lek edhe përsëri në rigjykim. Mos stop dhunës në përgjithësi. Qështë kem? Mirë, faleminderit, mirë. Mirë. Mirë duke është fakten. Jo, si jeni? Punë të mbarë. Jo, po, kom qenë pak kështu me bo pazar. Sa mirë. Edhe kjo është një farë rutinë që e praktikojnë shumica e grave. Po, sidomos kjo mosha ime, se tash jom penzion edhe kom kohë edhe për këte. Po. Ka më forca për një temë shumë delikune, që shumë edhe ndishme kohë të fundit për dhunën. Kemi gjatë i mujtë shumë gratë të dënuara, besa tash kemi edhe të mitur një vajzë në Prishtinë para dy vite, domethënë një 58 vjeçar dhunë ndaj një 13 vjeçare. Si është këtë fenomen? Ky fenomen nuk është vetëm tani. Ka kohë, ka vite kështu që bëhet në Kosovë. Tashi unë për veti këte dhunën, për dhunë të flasim, ka shumë për të thanë. Po kjo dhunë që bëhet tani, jo vetëm tani, po edhe ma herët që është po edhe në të ardhmen duhet gjyku, edhe duhet të ndalet kjo dhunë. Se po bëhet shumë diskriminim edhe si gjini femrore. Femrave as të drejtat minimale nuk u jipen. Ato meritojnë shumë, jonë nana, jonë edhe që intelektuale punojnë, në profesionet e tyre, kuptohet që kanë baru, edhe mo këtë dhunë nuk e durojnë mo. Edhe nuk duhet të jemi të gjithë kundër dhunës. Se asgja me dhunë nuk e fiton njeriu. Këto kacmimet kaluarën tënde kanë qenë? Po si jo. Po ndoshta nuk jonë shpreja, nuk jonë thona aq hapur, për shkak patriarkalizmit, mrapa mbeturis, që nuk jonë shprej, edhe nuk kanë thonë që femra të shprehet. Du me thonë aftësit, logjikën e vetë që e ka, edhe punën, që shumë ma tepër duhet të vlerësu se një mashkull. Ajo është mbi të gjitha nanë, është shok, është bashkëshorte. Edhe, du me thonë, shumë jep ajo për familjen. Kështu që duhet, jo vetëm respekti t'i bëjt asaj, po edhe të punohet, shumë të punohet, edhe të hapen mo, të mbyllet rruga mo e dhunës. Të mbyllet, nuk e din këtë kohë, këtë shekull, edhe kjo që po ndodh, du me thonë, duhet të hiqet kjo dhunë. Me dhunë, asgja njeriu nuk mbrin në jetë. Si harmonia, si suksesi, si të gjitha, du me thonë, vetëm në mënyrë paqësore do bëjnë. Ti thadhe në kalimën ka pasë dhe në gacmime, po ndoshta së në po shumë të mëhe, s'ka qenë në rrjetet sociale, s'ka qenë mediat, atë shumë, ndoshta s'kan guzuar prej asaj... Po, ka qenë frikë. Jonë diskriminu femna çdo herë si gjini femrore dhe në për familje. Ato nuk kanë guzuar strashëgimin me kërku, vetëm se është femrë, duhet du me thonë realitetit të pranohet edhe në këtë shekull, në këtë kohë që jetojmë, duhet të jetë e barabartë, si mashkulli, si femra. Jo njerëz edhe duhet të jenë të barabartë në çdo aspekt, edhe material. Çka dukshëm shihet këtu, që bëhet diskriminim, edhe nuk ju jipet e drejta dhe pjesa që ju takon edhe trashëgimia. Çka edhe femrat ma shumë shojnë familjen, a është ky realiteti? Apo e flas mirë apo jo? Po ta shojsh, ka edhe meshkujt edhe djemtë që shojnë familjen, po shojnë interesin ma shumë. Se dojnë pjesën, e bijave pastaj ju mbydhin derën.
Asi nuk i dojnë bijat kanë lënë edhe hise aty, po nuk i dojnë as bijat, ti shkon mo, pse pastaj ne ti lojmë hisen aty? Ne kemi drejtën me kërku, drejtën tonë, pjesën tonë. Ajo që kanë atakon, edhe duhet, edhe gjykata të punojnë kështot. E jo ta majnë anën e padrejtësisë, du me thonë se bohen shumë korupcione edhe në gjykata. Në këtë rast e kemi pasur që gjenia mashkullore, domethënë për atë që tha dhe domethënë bijat, femrat nuk kanë guxuar të marrin atë trashëgimin përveç që s'kan dashur domethënë që ndoshta mi prish atë raportin në familje. Ndoshta nuk ka pasur ku të shkojë te familja. Se ka kërkuar trashëgimin. Po ka pas asi raste nga ato prind. Du me thonë, po kjo është e pa drejta pra, që po zhatë edhe po vazhdon, se një prind i mirë duhet pa fëmit një lloj. Në momentin që ti i ndanë si gjini vajzën edhe djalin, ti në radhë të parë nuk je prind i mirë. Edhe nuk mundet trashëgimia të kaloje në një fëmijë, nëse ke ma shumë fëmijë, edhe çohet njënin nga prindrit, ose babai që ka punu, po nana që ka punu i ka rrit, pse nuk quhet kjo punë, nuk vlerësohet kjo punë, sidomos kur jo në jetën bashkëshortore, ajo ka të drejtën e përbashkët, ai nuk guxon asnjë veprim me bo pa pyet gruan. Sot një banesë shet njeriu, edhe pa pyet edhe antarët e tjerë nuk ka të drejtë. Nuk ka të drejtë, po ka qenë e shtypur, si s'ka qenë shumë. Edhe më vje shumë keq më vje që ende këto po hasim në kohën tonë, këto vrasjet, këto dhunat ndaj grave, nanave, motrave tona. Nuk duhet. Unë duhet i paragjykojmë këto. Thaj që hala, mendon që në shumicën e familjeve, hala vazhdon ky trendi që do thënë vajza dallohet me djalin. Po. Ka dhe vetë antarët familjes janë që domethënë te vajza bëjnë tolerime ma ndryshe, mirë për të djali, ndoshta ai ka kompetenca pse është djalë. Po. Ende është kjo. Çka nuk duhet mo të ndodh kjo. Nuk duhet, nuk e di kur do të vetëdijsohemi ne shqiptarët, sidomos në Kosovë. Se në shtetet tjera në Europë andej këto janë shumë raste të ralla, të pakta. Se janë të barabartë, fëmijët janë të barabartë. Duhet një herë për gjithmonë të kuptojmë se fëmijët janë të barabartë. Por edhe fëmiu ka detyrime ndaj prindve. Edhe ai ka detyrime. Detyrimet duhet të jenë të përbashkëta. Sa edhe ato kanë kalu jetë e mundi për të kriju, për të bo, për të mirën e fëmijëve. Vetëm kjo dallimi edhe diskriminim mos tjetë mu, po të jenë fëmijë të barabartë. Këtë e mendoj se është kjo më e mira, jo vetëm unë, po të gjithë, po flas në emën të gjithë nanave, çka edhe kom qenë në shoqatat grave, kemi bisedu, zani po ndëgjohet, por vepra duhet të veprohet, du me thonë njerëzit të vetëdijsohen, sidomos meshkujt, burrat, vëllezërit tonë, edhe të shohin me një sy tjetër nanën, motrën, mbesën, të shohin kështu, do me thonë, të barabartë për çdo gjë. Një rast që më do lidhet prapë para 2-3 ditë që ka ndodhur në Prishtinë. Dhonë nda një të miture, 13 vjeçare, një 58 vjeçar, thuaj se edhe 3 herë më i vjetër, domethënë. Si e sheh këtë fenomen që është shumë në rritje ky trend, domethënë ngacmimeve? Unë mendoj duhet të jetë një ligj shumë i fortë për këtë. Edhe të dënohen, edhe ai dënimi i cili i jepet atyne, se nuk kanë të drejtë mbi jetën e tjetrit të vrasin, si pa marrë parasysh femën, mashkull, ai që vret, du me thonë, ai duhet një dënim të madh të jetë. Ose burgim të përjetshëm, ose me vdekje. Se në përgjykata, kom dëgju, që edhe pse e kanë dënu përjetësisht, e ka pas raste të shumta që i kanë vra femnat, edhe dalin përsërim në rigjykim. Kjo është e gabuar. Shumë e gabuar, çka bojnë gjykatat, prokuroria. Duhet ato të
dënimin deri në fund e jo marrin lek edhe përsëri në rigjykim. Pastaj po vazhdojnë të Po vazhdojnë. Po vazhdojnë përsëri edhe po dalin edhe nga burgu besa. E kjo nuk duhet. Nuk duhet me. Kjo rrugët ishte, domethënë, ngacmim seksual. Duhet të jetë një ligj më i fortë, mendoj në Kosovë. Ngacmim, si e sheh ngacmim me një 13 vjeçare, një 58 vjeçar. Ngacmim. Po kjo është shumë, çka të them, është shumë tragjike diçka, shumë që nuk po muj as me mendu si nuk di, nuk falet kjo. Kjo nuk falet. Nuk falet çka ka bo. Kjo është dhunë. Edhe dhunën duhet denu, edhe duhet të jetë një ligj më i fortë edhe të zbatohet. Jo vetëm të flitet me fjalë, të thuhet ne mbajmë drejtësinë, ne kështu, po edhe të drejtën me fjalë e thonë, po nuk po e veprojnë shumë. Nimiset, koqa i gjatë, koqa që të le për të dëshiruar, mesazhe shumë të mira. Unë po vëdu gjitha për këtë temë që e përmbledhe një mesazh. Se gjenis femrore, edhe asaj të më thënë mashkullore. Kja jep një mesazh. Ju si një zë i fort i gruas. Çka kisha thonë mesazh? Mesazhi më i fortë do të ishte ky. Mjaft mos stop dhunës. Stop dhunës në përgjithësi, sidomos ndaj gjinisë femrore, se dukshëm ka sa e di unë vitin e kaluar 20 e sa gra janë të vrara prej duarve të meshkujve. Duhet dënimi të jetë, du me thonë edhe të mbahet ky dënim. Se edhe këto që po bohen, du me thonë po i lejojnë pastaj, kinë se po i fusin burke, po i lëshojnë, pastaj kështu po mendojnë se duhet meshkujt, se duhet përsëri kështu me gjinit femrore me vepru. Po që ligji ma i fort, nuk e besoj se do bohen këto, dhuna mo. Shëson të jenë kalu si këto? Të mos ndodhin të përsëritën. Po, vetëm në këtë mënyrë do ndalen. E mesazhin më të fortë e kom për meshkujt, për vëllezërit tonë, për baballarët, për këto që kanë edhe fëmijë, edhe logjikën ta sjedhin shumë për të vepruar një krim të tillë. Se mon nuk e durojmë. Nuk e durojmë. Edhe nuk e pranojmë mo këtë dhunë. Shumë, të uroj më të mirat në jetë. Faleminderit shumë për kohën që ndajte me neve. Faleminderit. Ishte kënaqësi shumë. Faleminderit. Besoj ky mesazh yt të mos shkojnë në veç të shurdhur. Besoj edhe shumë uroj që të jetë kështu. Gjithë të mirat në jetë. Kënaqësi që takom. Faleminderit. Lejo të përshëndes. Faleminderit. Faleminderit shumë, kalof mirë. Faleminderit shumë nderuar.